Në ndyshimet se kanë kryer vepra shumë të rënda penale si antar të një organizate kriminale, 21 persona u dërguan për gjykim nga SPAK. Prokuroria thotë se në role të mirë përcaktuara, grupi kriminal që drejtohej nga Suel Çela kishte në përbërje ekzekutorë që do të kryenin vrasje e të tjerë që trafikonin drogë. Nga hetimet është zbuluar se është tentuar vrasja e të dënuarit për jetë Ardian Çapjas më 8 qershor të 2020-s e janë siguruar kushtet për të ekzekutuar një tjetër person. SPAK thotë se pas tonelatave të tëra të drogës që janë trafikuar nga Ekuadori në Europë e që më pas janë kapur nga policia, fshihet pikërisht kjo organizatë. Hetimet e kryera nga hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit e të drejtuara nga prokurorët e posaçëm kanë evidentuar një strukturë të organizuar kriminale me veprimtari në territorin e Republikës së Shqipërisë e jashtë saj, e dyshuar për përfshirje në tentativë vrasjeje, trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike të llojit kokainë, si dhe raste të korrupsionit aktiv e pasiv në sistemin e drejtësisë e sektorin privat. Ngjarjet objekt hetimi përfshin episode të ndodhura në Elbasan, si dhe në rastet e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike në Ekuador, Holand, Mbretërinë e Bashkuar. Ndërkaq, gjykata e posaçme ka në duar fatin për 2 ish-zyrtar. Gjyqtarja e Elbasanit e shkarkuar nga Vetingu Pajtime Fetahu, nga dosja hetimore rezulton se ka dhënë vendime në favor të këtij grupi kriminal në këmbim të parave, ndaj akuzohet për korrupsion pasiv. I shefi i krimeve Dedan Gjoni është vënë gjithashtu në akuzë për shpërdorim detyre, ndërsa për korrupsion pasiv në sektorin privat akuzohen nga prokuroria e posaçme 2 gazetarët Artan Hoxha e Elton Qyno.